Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të Shenjës së Shigjetarit. Do bëjmë leximin e radhës për ju. Të dashur shigjetar, je një person i ndjeshëm, i mençur absolutisht dhe i hapur ndaj ndriçimit të mbrëmshëm, por ndihesh sikur në një pikë ku po kërkon më shumë se kaq. Po kërkon të vërtetën. Jo për të kontrolluar, po për të kuptuar. Brenda teje ka një nevojë të fortë për qartësi. Jeni në një lëmsh, ta them ashtu, ndriçim dhe ndjeshmëri reale. Diçka brenda teje po të thotë që ka më shumë se sa duket në sipërfaqe. Dhe ke të drejtë, të dashur shigjetar. Një pjesë e rëndësishme e kësaj historie flet për maskat, këtu që janë vënë nga dikush përreth teje ose edhe nga vetvetja jote, si një mënyrë për të mbrojtur. Ka diçka që është mbajtur brenda për shumë gjatë, një ndjenjë, një histori, një ndriçim që është mbuluar nga frika, nga turpi ose thjesht nga koha. Por ti nuk je më aty. Ti je gati të shohësh tani gjithçka, të hapesh dhe të mos mbash më maska. Në këtë moment është thelbësore, të dashur shigjetar, të mos pranosh atë që të serviret në paketim të bukur, por të pyesësh çfarë po fshihet pas kësaj. Sepse ndjenjat që po përjeton tani janë absolutisht të vërteta. Nuk je duke imagjinuar këtë ndjesi. Është reale dhe ka një arsye pse është duke ardhur. Ta themi më troq, të dashur, nuk ke më kohë për të jetuar në hije. Duhet të ndriçosh për të jetuar të vërtetën tënde. Dhe po, kjo të kërkon guxim, kërkon të përballesh me një të vërtetë që mund të mos jetë komode, mund të mos jetë e rehatshme për momentin, por që është dhe do jetë çlirimi jot. Ky libër këtu, të dashur, jep të drejtën juve, të vërtetat që po i shmang, janë qelësi për të dalë nga rolet e së shkuarës dhe për të jetuar në dritë. Nuk je më ai person që hesh për të mos lënduar të tjerët, ti je ai që flet për të mos lënduar veten. Pra, të zgjedhësh veten. Ajo çfarë duhet të dini, nuk duhet të pranoni, apo të pranoheni nga të tjerët. Ajo çfarë është tek ju. Ky diell këtu po ndriçon, të dashur shigjetar, dhe është më se koha që të kuptoni apo të silleni ashtu si vërtet dëshironi. Nga që kam këtu, siç thashë, është ajo momenti ku një histori e gjatë është mbajtur me maska, mos të lënduar të tjerët, mos të bërë diçka, mos të mërziten, mos të zhgënjehen të tjerët, por që sikur keni shtypur veten e juaj këtu. Hap këtë libër dhe vërtet thuaje me zë atë çfarë ndjen brenda vetes që të mund të ndriçosh në plotni.